Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këtë analizë të re shpjeguese. Pra, kudo në botë, gjasat janë që ta njihni këtë simbol menjëherë. Dhe dini pse? Ndoshta sepse kemi vazhdimisht në xhepa të printuar miliona herë. E kam fjalën për kartmonedhën e $1 amerikan. Por sado i famshëm të jetë, ky imazh mbetet i rrethuar nga një lloj aureole misteri dhe intrigash pafund. Është nga ato gjëra që të ngjallin një kuriozitet të jashtëzakonshëm, por që mban brenda një kuptim, t'ju them të vërtetën, shumë herë më të thellë nga ç'duket në pamje të parë. Sot do të zbulojmë pikërisht thelbin e këtij syri gjithshikues, por duke u fokusuar tek mençuria masonike dhe tek ndërgjegjja morale. Do të shohim bashkë se si një formë kaq e thjesht gjeometrike kthehet në një busull të jashtëzakonshme për integritetin ton personal. Le t'ja nisim menjëherë. Okej, le të zhytemi në këtë temë dhe të shpërndajmë pak mjegullën. Pikërisht nga që ndodhet kudo, ky simbol bie shpesh pre e teorive të konspiracionit. E dini besoj, ato mitet e njohura për një rend të fshet botror, pushtet e errët politik e ndonjëherë deri te ide demonike. Sinqerisht, nuk ka asnjë lidhje. Realiteti masonik flet për diçka krejtësisht, po krejtësisht tjetër. Syri nuk është absolutisht një lloj instrumenti i një kontrolli tiranik. Në të vërtetë ai simbolizon diçka jashtëzakonisht të bukur, praninë hyjnore, ndërgjegjen tonë morale, të vërtetën shpirtërore dhe udhëzimin e brendshëm etik. Është fiks si një thirrje për të bërë më të vetëdijshëm dhe më të përgjegjshëm. Ai na lidh me një rend më të lartë shpirtëror, që ndodhet miliona kilometra larg çdo lloj agjende gjeopolitike që dëgjojmë lart e poshtë. Tani, për të kuptuar vërtet për çfarë po flasim, duhet të bëjmë një hap pas dhe të shohim nga vjen ky imazh. Nuk është se u shfaq thjesht nga hiç ide, apo jo, ka një histori goxha gjatë dhe magjepse. Që në Egjiptin e lashtë, ai njihej si syri i Horusit, një simbol tepër i fuqishëm mbrojtje dhe shërimi. Më vonë, me kalimin e shekujve, fe të ndryshme e morën dhe përshtaten si një shenjë të dijes së pafundme hyjnore. Edhe në artin klasik perëndimor, e kemi hasur shpesh si syri i providencës. Por ja ku hyn aloj masoneria. Ajo çfarë bëri ky grupim ishte thjesht adoptimi i këtij simboli të lashtë, por duke i shtuar atij një shtresë tjetër, thellësisht filozofike dhe morale. Pra, nuk kemi të bëjmë më thjesht me një sy që na vëzhgon nga lart, por me një ide të ndritur që na udhëzon mendjen nga brenda. Dhe kjo ilustrohet në mënyrë geniale pikërisht nga forma baze e këtij simboli. Ky sy vizatohet gati gjithmonë i mbyllur brenda një trekëndshi. Por, e keni menduar ndonjëherë pse pikërisht një trekëndësh? Ky motiv gjeometrik është absolutisht thelbësor. Shikoni, trekëndshi simbolizon ekuilibrin dhe harmoninë e përsosur. Përfaqëson atë përsoshmërinë shpirtërore dhe pasqyron triadat e shenjta që i gjejmë kudo në traditat tona filozofike. Kjo strukturë nuk tregon një hierarki shtypse të tipit shefi lart dhe vartësit poshtë, siç mund të supozojnë gabimisht disa njerëz. Në fakt, është një harmoni shumë e thellë mes forcave të universit dhe nesh. Është fiksa i themeli i fortë dhe i palëkundur mbi të cilin ne mund të ndërtojmë një jetë thellësisht etike. Po ashtu, një detaj tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm, rrezet e dritës. Le të flasim pak për to, sepse drita që buron nga syri është një detaj vizual fantastik. Këto rreze dritë nuk janë aty për të na verbuar syt, as për të na futur frikën në palc. Përkundrazi, ato simbolizojnë iluminimin e mendjes dhe shpirtit, përfaqësojnë dijen, praninë e pashmangshme të së vërtetës dhe natyrisht urtësinë hyjnore. Kjo gjë tregon një herë mirë se nuk kemi të bëjmë me një sistem kamerash sigurie që na përgjon çdo lëvizje. Është krejt e kundërta, është një dritë e ngrohtë që shpërndan errësirën e padijes son, duke zgjuar kështu atë vetvidhjen e pastër morale për të cilën kemi kaq shumë nevojë. Për të kuptuar tamam se nga vjen kjo dritë në këtë filozofi, duhet të thellohemi pak te koncepti i arkitektit të madh të universit. Tani, mos u tremni nga emri sepse është një ide briliante. Pse? Sepse në vend që të përdoren fjalë fetare që shpesh shkaktojnë përçarje ose debate pafund, ky term funksionon si një gjuhë plotësisht universale. Është një mënyrë shumë e gjetur për të përshkruar inteligjencën supreme dhe atë rendin e përsosur që mban në këmbë gjithë krijimin. Syri gjithshikues është i lidhur direkt me këtë ide, sepse ai shpreh pikërisht rregullin universal dhe harmoninë e kosmosit, duke i bërë bashkë njerëzit e besimeve të ndryshme drejt një qëllimi të vetëm shpirtëror. Dhe pikërisht këtu ndodh ai kalimi i bukur, ai kliku logjik i gjithë këtij shpjegimi. Nga ideja e një fuqie të jashtme atje lart, e gjithë vëmendja zbret brenda nesh në një nivel thellësisht personal.
tek gjykatësi ynë i brendshëm. E thënë thjesht, ky sy është vetë ndërgjegja jonë. Është ai zëri vogël i pashmangshëm që di të ndaj gjithmonë të mirën nga e keqja. Mësimi më i madh që marrim është se gjykatësi më i ashpër në këtë jetë nuk është bota përreth, por ndërgjegja jonë. Sepse në fund të fundit karakteri vërtet zbulohet kur jemi kritikisht vetëm. Mënyra se si veprojmë kur dhoma e shtesbrazët dhe nuk ka dëshmitar. Ajo është masa reale e vlerës sonë. Duke qenë se ky gjykatës i brendshëm kërkon një inventar moral të vazhdueshëm, ai ngre natyrshëm disa pyetje shumë serioze, dhe jo pyetje do si do, por nga ato që të bëjnë të ndalesh. E para, është e thjeshtë në fjalë, por shumë e vështirë në praktik. Apo jetoj vërtet me ndjershmëri? Kjo pyetje kërkon që ne të analizojmë me gjakftotësi nëse fjalët dhe mendimet tona janë vërtet pasqyra të vërtetës, totalisht pa justifikime dhe pa ato maska që shpesh veshim për të mbrojtur. Më pas vjen pyetja e dytë, e cila kalon direkt nga fjalët tek veprat konkrete. A jam unë i drejtë në veprimet e mia? Kjo është një ftesë e heshtur për të bërë një skanim të vëmendshëm të mënyrës se si sillemi me të tjerët. Është një thirrje për të peshuar çdo vendim, për të parë nëse po sillemi vërtet me drejtësi, apo nëse po ndjekim verbërisht interesin ton personal, duke prishur kështu balancën rreth nesh. Pra, pika thelbësore këtu është pyetja e tretë, e cila sinqerisht është prova përfundimtare. Apo veproj me integritet, edhe atëherë kur absolutisht askush nuk po më sheh. Ky është thelbi vërtet i atij vëzhgimi të përhershëm që përfaqëson syri. Dhe besoj e kuptoni, nuk ka të bëjë fare me frikën se mos na dënon ligji apo na gjykon shoqëria. Bëhet fjalë për të ndërtuar një karakter të palëkundur, një karakter që e mban standardin moral në maj, qoftë në mes një turme njerëzish, qoftë i vetëm në dhomën më të herrët. Mirë po, si arrihet ky nivel kaq i lartë? Nuk ndodh sa hap e mbyll syt. Gjithçka fillon me një proces të përditshëm për të stërvitur disiplinën tonë. Hapi i parë fare është vetdia. Ti kujtojmë vetes her pas here që çdo veprim yni është nën vëzhgimin e së vërtetës universale. Kur e kemi këtë parasysh, kalojmë natyrshëm tek hapi i dytë. Fillojmë të kontrollojmë ato pasionet e papritura dhe bëjmë çmos të shmangim çdo lloj padrejtësie. Dhe përfundimisht, e gjithë kjo rutinë na çon te hapi i tretë, që është zhvillimi i një vetkontrolli të hekurt. Ky është ai procesi jetësor që na vërteton se liria e vërtet nuk do të thotë të bësh çfarë të teket, por të jesh i aftë dhe të kesh vullnetin të kontrollosh vetveten. Për ta strukturuar këtë ide akoma më qartë, ne mund ta mendojmë syrin si një element me një fokus totalisht të dyfisht. Nga njëra anë, kemi atë që quhet kërkimi i së vërtetës. Ky është një proces i jashtëm intelektual, që do të thotë të mësosh të shohësh për te iluzioneve të kësaj bote, duke reflektuar thellë për kuptimin e jetës. Por, nga ana tjetër, vjen ajo puna e vështirë brenda vetes, ndërtimi i tempullit. Sigurisht që nuk e kemi fjalën për në një godinë me tulla e gur. Fjala është për një tempull të jashtëzakonshëm shpirtëror brenda nesh, të mbështetur plotësisht tek virtytet, i ndërtuar duke jetuar me integritet dhe duke respektuar atë rendin hynor çdo ditë të jetës sonë. Tani, ajo çfarë është vërtet për vërtet magjepsuese rreth kësaj pike, është ai sekreti më i madh i këtij simboli. Bani vesh, syri i gjithshikues nuk po na vështron thjesht ne nga jashtë, absolutisht jo. Në thelb, ai është një pasqyrë e jashtëzakonshme e vetdijes njerëzore. Ai nuk ekziston thjesht për të na bërë me gisht, por funksionon si një pasqyrë që kërkon një përballje plotësisht të sinqertë me veten. Kërkon nga ne që të përballemi me dobësitë tona ashtu siç janë, pa i zbukuruar, të shohim thellë në shpirt dhe të pyesim veten nëse po jetojmë vërtet sipas të vërtetës morale. Ky qasje kaq e thellë na sjell te një thënie vërtet ndriçuese nga e gjithë kjo filozofi. Urtësia fillon kur njeriu mëson të shohë jo vetëm botën, por edhe vetveten. Është një përmbledhje briliante e gjithçkaje që kemi diskutuar sot. Mendojeni pak. Ne mund të mbledhim gjithë dijen e mundshme të universit, mund të kuptojmë perfeksionin e botës së jashtme, por ama, nëse nuk arrim të kthejmë syt nga brenda për të kuptuar hije dritat e karakterit ton dhe motivet e vërteta, atëherë nuk e kemi prekur kurrë urtësinë e vërtetë. Dhe ja ku arritëm në fund kësaj analize. Por nuk do ta mbyllim me një konkluzion fiks, do ta mbyllim me një pyetje thellësisht të hapur. Ky sy gjithshikues na fton të gjithëve për një moment pauze. Çfarë shihni realisht ju kur reflektoheni në atë pasyrën tuaj të brendshme? Kur largohen të gjitha maskat e ditës dhe mbetet vetëm ndërgjegja e pastër, çfarë imazhi formohet aty?
Shpresoj shumë që ky udhtim t'ju ketë ofruar një perspektivë krejt të re sot dhe, pse jo, t'ju shërpejë një shtysë fort për ndërtimin e atij tempulli tuaj të brendshëm dhe të pathyrshëm. Deri herën tjetër, mos rreshni së kërkuarit të vërtetën.